Flasim për zhvillimet e sotme në Kuvendin e Republikës Kosovës, dështimi radhës nuk ka pasur ndryshim të emrit sa i përket lëvizjes së vendosjes, sërish ka qenë Albulina Xhiu. Kjo e fundit është deklaruar për klanin e një deklarim ekskluziv, duke thënë se në të kaluarën asnjëherë s'ka mbajtur ndonjë pozitë që do t'i kërkonte unifikim politik. Ka thënë se ka qenë deputete e opozitës, me çfarë s'ka lënë të kuptohet që mbase në krye të Kuvendit do të ishte më gjithëpërfshirëse. Liriton Zeqiri është me ne këtu në studio, gazetari nga portali Klan Kosovës, njerë është edhe nga emisioni dokumentar në Kosovë, Klan Kosova Mat. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Me qenë me ju. Florent Zeqaj, kënaqësi të të kemi këtu, ish gazetar i Klan Kosovës, tani gazetar i pavarur. Faleminderit në kuptimin që bëni punë jashtë institucionit tonë. Faleminderit shumë që je këtu me ne. Dhe Lindrit Përdej Luzin Veliu nga Gjermania, mirë se vjen i nderuar. Faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për... Mbase do të mund ma japësh edhe ide se si bëhen edhe koalicione qeveritare me që Gjermania te kaloj këtë problem. Po, Gjermania e kaloj problemin pasi Gjermania ka të bëjë me politikanë të përgjithshëm kundrejt votuesit të tyre, kundrejt qytetarëve të tyre, dhe ata që në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve në Talivolinë së bashku në televizion pritën rezultatin e zgjedhjeve pa sharje dhe fyrje në mes të udhëheqësve partijak përkundër gjithë fushatës së egër që ishte zhvilluar më parë. Ndërsa ata tani kanë arritur një marrëveshje dhe politika gjermane është as transparente sa të gjithë programin qeverisë në mes të CDU, Kristian-demokratëve dhe social-demokratëve e kanë dërguar në bazë dhe presin i kanë dhënë kohë 2 javë anëtarëve të partisë për ta votuar programin qeverisë me të cilin do të qeveriset për 4 vitet e ardhshme. Ndërsa ne në Kosovë, jo që nuk kemi koalicion, jo që nuk kemi marrëveshje, por edhe në raste kur kemi gjëra të tilla bëhen në fshehtësi të thellë, saqë qytetarët dhe anëtarët e partive përkatëse nuk kanë asnjë informacion zero. Kjo është pra gjitha që ka ndodhur në Gjermani. Gjermania është e gatshme, domthonë partitë politike janë shumë të gatshme. Ata një janë duke pritur vetëm miratimin e anëtarëve të partisë. Por, zotri Veliu, diçka tjetër po ndodh në Kosovë, si duket këtu janë të pagatshëm ta bëjnë një çështje të tillë. Dhe si e komenton një faktin që dështon edhe seanca e tretë pa emrin e krye parlamentarit? Pse nuk po ndryshohet? Në fakt, hera 5 që konkuron, ose ma mirë themi hidhet në votim zonja Haxhiu, dhe pse edhe 5 herë tentoi vetëvendosja të njëjtin emër? A nuk është politika gjuha e kompromisit? Këtu nuk bëhet fjalë për gjuhën e kompromisit, por unë mendoj se lëvizja vetëvendosje nuk e ka arritur emrin ende numrin e duhur për të votuar qeverinë, dhe kjo është arsyeja pse nuk votohet edhe kryeparlamentari. Ne të gjithë e dimë që në rast se kemi konstituim të parlamentit dhe nominohet kryetari i partisë për kushdo qoftë që nominohet për kryeministër, janë afatet kohore që pastaj mund edhe ta djegun kryeministrin apo personin të cili do të jetë i përcaktuar, dhe mandati duhet të kalojë te forcat e tjera. Dhe unë mendoj se e gjithë kjo zhagitje, e gjithë kjo shtyrie bëhet vetëm për këtë arsye nga lëvizja vetëvendosje. Unë mendoj se ta dëgjojmë edhe një opinion tjetër, e kemi këtu në studio pra kolegun tonë gazetar Florent Zeqaj. Florent, ka një logjik gja interesant ajo që po thot zotri Veliu, por realisht në këndvështrimin tënd, mendoni se vetëvendosja po krijon këtë gap ose më mirë këtë hapësirë kështu bllokuese se nuk i ka numrat, apo kemi arsye tjera? Gjam, kur ti je interesuar me kriju institucione i bën numrat, por kur s'do mi bë institucionet, realisht ti gjon kalkulime dhe forma për me zhagit procesin. Nuk është hera parë, është hera disa herë që potencoj do të thotë që zoti Kurti nuk është i interesuar. Por pse? Ti krijoj institucionet. Tash dalim edhe të pseja. Prandaj jemi këtu. Po ti. Tash, kur e kom thonë shpesh herë që gjua polarizuese në Kosovë është e dëmshme për interesin mas parit shtetit e lemo për subjektet politike, kjo po vërtetohet sot. Ne kemi pas një proces zgjedhor këgjatran kështu, me akuza shumë trana ndërmjet pozicës dhe opozicës, edhe qërshia mbitor për të keqke në kohën kur një farforme përfundun zgjedhjet, populli e dha mesazhin që duhet i zgjedhja ata, cilët si pas ti meritojnë ta udhëheqin vendin, shkoj shumë procesi normal,
Zoti Kurti një deklarim për fund do të thotë e pat shumë të rënë ku i cilësoj krejt oponentët politik hajvanat. Një farë forme këtu ke mesazhi i Zotit Kurti se nuk është i interesum të bashkëpunoj një farë forme me oponentën opozitare. Kur vim të situata që jemi sot, që unë prapë thëmë është puro e qëllimshme edhe puro politike një farë forme, qeverisja edhe ish qeveria, se tash du të mi thonë ish qeveria e Zotit Kurti, një farë forme e ka kap institucionin në kuvendit, nuk po elshon, me të vetëmin pretekst për me zhagit procesin. Por a mund të dalim i Ferenc sigurisht atjetër këtë proces, por le të analizojmë çka ndodhi në fakt qysh prej datës së parë kur u mblodh kuvendi. Pati një rezistencë të opozitës për ta votuar fillimisht raportin për faktin që si kishin pranuar dorëheqjen. Që ishte korrekt. Ato kur su bën publike një për një, dorën në zemër, kishin thënë edhe deputet nga opozita që na kanë thënë gojarisht që janë bërë ato dorëheqje, pra dështuan. Mund ta themi që këtu dështuan, ndonse insistuan të kenë dorëheqjet, ato u bën sa përsye faqe, a janë bërë as janë bërë këtë gjë nuk e dim. E dyta është e mençur çka po bën opozita tani, sepse po e bllokon vetën dhe sikur të zgjidhej ndoshta kryetari i kuvendit, ne do të kishim një këmban apo një deadline për qeverinë. Dëgjoj, tash sa ka faj pozita, ka faj edhe opozita, po kjo është një temë pak më e gjatë që duhet me diskutu për shkak se kjo opozitë për 4 vjet një farë forme ka qenë e nënshtruar me karshi qeverisë. Kështu ta them si gazetar po flas. Nuk e ka luajt rolin e subjektit, më thon, oponentës opozitare që i ka taku, për shkak se ndëgjam. Nëse ti e shen, se këta e deklarojshin të ishin, lesë rëzohet vetë Albin Kurti. Ndëgjam, nëse ti e shen si një qeveri, nuk është ka e bon punën mirë si duhet. Gardioni parë për më mbrojt shtetin, për një qeverie në thojzat keqe, në këtë rast është opozita. Opozita duhet me lujtë rolin e vetë. Nuk e ka lujtë këtë rol, ka qenë tipik e nënshtrume prej faktorit qeveri, na e kemi po, na jem gazetar, kemi për cila rëthonat për shambull, na e kemi, dëgjam, kur nali me këthy për shambull, qësh ka arë Zoti Kurti në pushtet, krejt në regull është. Ambicjet e tina për marën për shetë në 2020 e ka përdor LDK-ja këtë kartë, po qka ka fitu mandej? Ra në 10-12%. Për cilën kartë e ki fjallin? Kartën e ndërprerjes së mandatit të një qeverie të dëmshme. Nuk thash me ndërprej. Ideja është, do me thonë, me bo opozit që është dashtë me bo. Do me thonë që ajo tamam ka qenë veprim për cilin... Opozitarizm nuk është tivish me dalë me bloku një farforme ose me rëgju qeverinë, se këta dhe s'kan dashtë, se dhe s'kan mujtë rëgju. Opozita, së që në kontë interesum. Jënë kontë interesum me gjithë. Duhet në dalë me një pikë se po flasim gjithë për numrat. Jo, atë përfundoj këtë shkur që tash për dalë. Në më thonë, tash, kur jemi të kjo situatë që jemi sot, dhe gjam, Zoti Kurti, nëse kish dasht me zgjidh ngërshin e zgjedhjes kryetarit kuvendit, e pat të hapun dilemen, dhe më thonë, e pat të zgjidh në dilemen, e pat të një subjekt politik, Zoti Haradinaj deklaroj, tha, në të ndërën kandidatin për kryetare, edhe na ja votojmë, plus i dha 2 janë. Haradinaj, në fakt, si pas VV-s ta që nuk mund të ancaktoj, ma dje Saranda Bogujevci pati një deklarim për klanin që ta që nuk është interesuar për një pozitë të tillë, kështu që... Po ndëgjëm në tash po flasim, apo dojmë e zgjidh ngërshin politik, as po dojmë e zgjidh ngërshin politik. Dhe tonë, këtu pra është pleçka. Dhe kur jemi në tek ngërsh që dua ta bëj një pyetje për të gjithë dhe juve Zotri Veliu, si është e mundur sepse Lirdon nga e kaluara, e kemi vrejtë që kanë qenë pikërisht personat udhëhesës të subjekteve politike, më kujtohet Zotri Thaçi, i cili gjithmonë ka udhëhequr bisedimet e subjektit vet në koalicion me subjekte tjera. Edhe ka bërë kompromise. Edhe ka bërë kompromise. Çfarë po ndodh tash? Pse nuk po arrin Kurti të jetë një figurë unifikuese, duke marrë parasysh se nuk e di në qoftë se ai vetë është duke bërë negociata për prurjet e reja apo votat e reja. Kush po ja humb fuqinë? Nuk po e pranojnë të tjerët të bëj negociata me ta? Apo cila është ideja? Pse kryetari partisë nuk angazhohet që të marrë më shumë vota, siguroj më shumë vota? Zotri Zeqa? Gjam prapë se s'mlat me përfundu, po këtu për lidhë në të kjo qështje. Zoti Kurti nuk është i interesum në qëto momentet, në qëto rëthana që është shteti Kosovë, që vete ka pru. Edhe në rëthana që po jeton edhe po zhvillohen geopolitike. Apo bojkotohet nga tjertë, a nuk është të dashtë me bërë? Kur donë ti, në gjambre se kroni, kjo është i pari. Qytetarët ja kanë dhënë votë besimin si subjekt i parë politik. Po pse opozita po bie në grackën e Kurtit që s'po do ta bëj pra? Këtu është pyetja thelbësore. Ti po e shet që ai po e vë kandidatin që
nëse nesër ta zëm është pyetur Haradinaj nëse do dilte Limaj Po shumë shkurt, zoti Kurti po e kurxon opozitën, po thotë ja këto ja asnjë. Ashtu nuk shkohet. Sa herë është kurzuar kështu ta zëm partitë politike në mes vete, përmend rastin kur EDK-ja ka fundosur vetën me këtë taktizëm që ka përdorur kushtetuesën për të arzuar në fakt Kurtin dhe këto ditë kanë dalur deklarimet kur Kurti, në këtë rast VV-ja ishte në opozit dhe në asë një mënyrë se këshim votuar as edhe ndonjë kandidat të pozitës së atërshme. Po, i pam ato qarkullun videot, madje është edhe ajo deklarata e Kurtit në foltore, kur i thotë Kadri Veselit dilmatu, pse nuk po matësh. Edhe besoj, kështu, po jap opinion, besoj që në politik nuk e di sa ka hapësirë, po duhet me u kriju standard dhe standardi me umbaj, dhe me thonë, jo të ketë standardet të ndryshme për praktika të njëta. Nëse nuk ka votuar opozita atërshme, duhet edhe këta njëtë Atëherë Kurti ka bë prej opozitari, dhe me thonë me një forme ka sfidu pozitën e atërshme në mënyrë që nëse keni numrat, atër zgjidhni krye parlamentarin dhe tash jemi në pozicionin e njëjtë ku shumica e tanishme se s'po them pozita, për arsye se s'ka pozit dhe opozit, po i kërkon opozitës që t'ja votoj kandidatin. E përmendje dhe Zeqaj opcionin që dha Haradinaj dhe ndoshta kjo është një farë loje e ti me krenarin e Kurtit, kushtimisht se i ka dy emra, i ka dy opcione që ja voton AKJ-ja. Këtu është opozita e cila në fakt mirë e bëri betimin. Nuk menoj që duhet me ushtru që shtu si qytetar po foli e huna për arsye se apo hub pozita, opozita, shumica, pakica, po nështë ta një pyetje që duhet me ushtru është sa po humb ose sa po fiton Kosovë. Ajo patjetër, e pashmangshme. Një sondazh që kemi hapur në këto momente për shikuesit që na shohin, në fakt sipas ju që jeni natyrisht të shoh në YouTube, cila është zgjidhja momentale që a duhet ndryshuar kandidati për kryetar të kuvendit apo edhe mund të shkohet në zgjedhje të reja sepse është përmendur. Diçka që dua të flas me ty Florence, e di që e ke analizuar këtë situatë, në fakt kjo situatë pëmbahet peng ndër të tjera dhe për shkak Duda Baljes. Jo, ndëgjam, nuk kisha thonë për shkak Duda Baljes, unë sa kam informacione. Nëse ka gatishmëri politike të zotit Kurtit për me bo qeverin, kom thonë me 10 raje po e përsërisë dhe sot zoti Kurti ka votat me bo dhe kuvendin edhe qeverin. Nëse ka gatishmëri me kalkulu, se ndëgjam, ti nëse ki nevoj për dikan, për me marë mandatin e qeveri, se vetë s'po mundet me bo. Ashti ti duhet më dalë me diskutu edhe ata i kanë idetë dhe kërkesat e veta. Po qka fshihet pas kësaj, zotri Florent? Ka procesin cila ka me kalu Kosova, apo zotit Kurti, që e ku është plani zotit? Ku bazohet mos dëshira? Që shkurt, ndëgjam. Zoti Kurti është i interesum me i prodhu dy skenar. Me zhagit procesin, nëse ka mundësi, mundet me zhagit. Po, në aspektin e me shku deri me i shpall zgjedhjet jashtëzakonshme në korrekt, për shkak se i konvenon për shkak edhe këti edhim në shumicën e vllazëve më motra autonik jemi jashtë, edhe ata janë shumë të interesuar për situatën politike në Kosovë, edhe po dojnë marrë me votu edhe me... Dhe jo mendoni nëse Kurti e krijon këtë blokadë do t'i shërbejë në favor ti nëse... Ashtu po mendon zoti Kurti për shkak se ky ka ly 500k. Ndëgjam, po kjo edhe 500k mi marrë është e kot për shkak se ndëgjam, është subjekti politik që ka pas fuqi edhe mekanizma që s'ka pas lider politik në Kosovë. E ka pas edhe presidentën e vetë, e ka pas edhe kryeministrinë, i ka pas ministrinë e drejtësisë, e ka pas, do më thonë kretë pushtetin bre ka pas, veç edhe prokuroria i patmet pa e kap, edhe do më thonë ambicit e tina janë që aty. Prokuroria janë ambicet e ti? Pa që ashtu e ka pas, do më thonë ka pas deklarime shpesher edhe pse vendimet e qësaj prokurorie, qësaj gjukate, këto e kanë për kryeministër. Që kjo gjukate, që kjo prokurori ka rëzu president që të shtetë. Mirë. Ndoshta du të me u kthy te periudha e vitit 2014 dhe themelimi i institucioneve, atëherë kur fituese ka dalë Partia Demokratike me mandatar për kryeministër Hashim Thaqin, zgjedhjet janë pas mbajt në qershor dhe mandej tek në dhjetor pas një marrëveshje PDK për kohën e Vlanit, a? Për kohën e Vlanit, kur LDK-ja e blokun. Më thonë, ka mundësi me bo blokadë? Po du me thonë që jemi, zgjedhjet janë mbajt me nënë shkurt, jemi 2 muaj e pak pas zgjedhjeve dhe me krahasu me periudhën e vitit 2014, po them mirë, po sa është normale kjo situatë. Ka po du me dalë edhe një sen me ndërlidh që tha që në atë kohë, si i pari, si fituesi zgjedhjeve, në marrëveshje me Isa Mustafën, ka bë koalicion edhe
qeverinë ka drejtu mandej Lidhja Demokratike e Kosovës me Isa Mustafën, me marrëveshje që ka përfshi që me përfundimin e mandatit ati fete Jahjagës atëherë, Hashim Thaçi zgjedhet president. Dhe që na kem raste, për shembull duhet me përmend, patjetër, nëse himte se qëra, kur smunesh me bo vetë qeverinë, e ka pas rastin e ka bo vetë, i ka pas 5 tani, 4 vjet ka udhëheq, 16 miliardë euro buxhet i ka pas. Domethënë, krejt senet ka mujt këtë Kosovë me bo Zvicër, për 4 vjeta, me 16 miliardë euro buxhet, kush e ka nol? Me zhvillu ekonominë, me rrit standardin, me rrit rrogat. Ka e shku ato pare lind pyetja. Kjo temë tjetër që dën diskutim. Dhe gjam, por një gjë nuk e mora, një përgjigje nuk e mora. Është një problem i brendshëm, apo janë proceset integruese të Kosovës ato që frigojnë ta krijojë qeverinë? Është edhe friga, zoti Kurti. Sepse kemi edhe bisedimet me Serbinë, kemi edhe kompromiset edhe më shumë. Asociacionin që kemi bo me ta, e ki dialogën me Serbinë dhe ki çështje. Dhe tash, a është çështja e numrave apo janë këto çështje që sapo i cekën ato që po Zoti Kurti, që shumë e kom pas si gazetar planin e tij po flas gjithmonë. Edhe që m'ka rezonu gjithë që shkom thonë edhe po del. Zoti Kurti, plani i parë kanë zgjedhë, të jashtëzakonshme plani i dytë, nëse ju kujtohet me 31 mars, Zoti Kurti e çet një postim ku komunën e Klinës e ka fituar me vota diasporës. Edhe e çet hartën kuq. Krejt Kosova, vetë vendosje sa i përket numrit komunave, përveç drenasit Skënderajt edhe nëse zgaboj Deçanit. Në më thonë, ideja tina është një farforme për shkak se kranë. Na në zgjedhjet në 8 orë jemi në zgjedhje lokale. Mos harra, në prill të vitit tashëm 2026 e kem prap rrezikuar me shku në zgjedhje për shkak se kemi zgjedhje presidenten. Për me mbyll to shkurt. Zoti Kurti, nëse ka interes për interes shtetit me punu, atër duhet me shku me këto dy verzione. O duhet me bo koalicion me PDK-n, o duhet me bo koalicion me LDK-n. Për shkak se me këto dy subjekte politike, nëse po flasim për partneritet në interes shtetit, që unë s'po shoh këtu, unë po shoh veç cirk politik, për shkak se nuk kanë vullnet e interes për interes shtetit. S'janë të punu për interes shtetit. E ke fjallën për komunitet? Edhe për pozitën, se përgjithësia i bjen të pozita. Dhe pikërisht për opozitën. A di pse të lutën edhe për opozitën? Se opozita i shdash me kon kështu e sinqert. Momentin kur s'ka dash me shku me vetë vendosjen, se i ka qujt hajvan, në rregull është. Është dash me u pozicionu, me thonë, PDK, LDK, AK, Nisma, edhe minoritetet, pakicat jo serbe. Do më thonë, dojmë, po flasë për oponencën shqiptare. O dash me deklaru me thonë... Kërkesa Lumir Abdigjikut për ta marrë postën e kryeministërit, sikur e ka... Bravo, po që tu është problemi, do më thonë, edhe opozita një farforme ka lujt lojen jo të mirë në interes shtetit, se ka kalkulu në interes të vetin. Do më thonë me përmbyll, edhe opozita nuk po e shojnë interesin e shtetit parin, po e shojnë interesin personal. Si do të përkthehet realisht, sepse ju thani gjithmonë flesni për shtyrin e zgjedhjeve, mbajtjen hipotetike të një parë zgjedhjeve para zgjedhjeve komunale, dhe ç'kjo bllokada është shkaktuar aktualisht. Do të kaloj tek zotri Veliu dhe pastaj kthehemi në studio sepse sigur harruam. Si do të përkthehet në vota zotri Veliu kjo çështje? Po, me thënë të drejtën, pa ardhur se si do të kthehet në vota, unë duhet edhe një gjë ta potencojmë shumë qartë se tani ditëve të fundit kemi zëra shumë më të fuqishëm nga lëvizja vetëvendosme se ata janë të gatshëm për zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe i gjithë narracioni i kësaj situace na thon se lëvizja vetëvendosje është duke dashur që të dështoj i gjithë ky proces. Jeni me një vi me zotri Zeshën sot, po duket, zotri Veliu. Po tash unë këtë du të argumentoj edhe me disa fakte të tjera. Patjetër. Po, jo vetëm atë që e tha zoti Zeqa që pajtohna në pjesërisht, por duke parë situatën politike brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra që kemi një përçarje brenda Lidhjes Demokratike dhe ato po kërkohet, domethënë sipas disa informacioneve, jo dhëna përmes mjeteve të informimit, po për nga antarë të Lidhjes Demokratike, pra po kërkohet që të largohet Lumir Abdigjikut nga pozita e kryetarit. Dhe kemi një grup tjetër të caktuar që udhëhiqet nga Abdullah Hoti. Veliu, kush thot kështu? Po, kemi informacione brenda Lidhjes Demokratike. Pastaj shihet që edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si e vetme do ta ketë vështirë ta kaloj pragun, ndërsa Nisma
në qoftë se nuk futet në një koalicion, qoftë me PDK-n apo dikën tjetër, edhe ajo do jetë mbrapa dhe në këtë formë lëvizja vetëvendosje e shesën ndoshta do të arrijë atë numrin e dëshiruar 500K. Dhe këta e mendojnë. Por le të ndalim tek numri zot Reveliu, sepse na intereson të dim pikërisht. Kjo ishte pra dhe pyetja. Si do të përkthehet bllokada në vota? Në zgjedhje potenciale, po. Në zgjedhjet potenciale është vështirë për të thënë pasi kemi një turm të madhe të njerëzve që e kanë një bindje në lëvizjen dhe vendosje dhe në zotin Kurti dhe ata janë besnik të partisë, ata nuk do të ndryshojnë për asnjë moment. Po, por ata nuk janë pjesa vetme e shoqërisë, ka edhe votues të cilët i votojnë subjekte tjera politike. Pyetja ishte gjenerale, jo vetëm për vetëvendosjen këtë rast. Edhe ta rikujtojmë dhe ta rikthejmë se në zgjedhjet e fundit kishim një dalje vetëm prej 40%, që është një numër shumë i vogël. Pra 40% që Albin Kurtit edhe i lëvizjes vetëvendosje është nga 40% i të votuesve. Domethënë do të ishte shumë më mirë sikur në Republikën e Kosovës të kishim një dalje masive, sikur si ndodhi në Gjermani që por megjithatë këto zgjedhje janë certifikuar zot Reveliu dhe nuk kemi probleme me këtë pjesë. Kalkulimet e lëvizjes vetëvendosje janë se në këtë situatë politike çfarë është brenda subjekteve politike dhe brenda të gjithë asaj opozite që për 4 vite nuk e bëri rolin e opozitës, por hyri në vallin e populizmave të Albin Kurtit, pasi edhe për vendimet e tyre që marrura më herët nga udhëheqësit apo liderët e tyre si Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa, ta dolën në kundërshtim me atë çfarë kanë thënë. Zot Reveliu, por nuk po e marr përgjigjen për atë që po dua ta marr përgjigjen dhe mbase mu do të kaloj tek zot Rezeshiri sepse i ndoj muhabetin kështu në baza ditore dhe analizat të tilla bëjmë shumë shpesh, kujt nuk i konvenon shkuarja në zgjedhje zot Rezeshiri sipas jush, sipas asaj që ne përcjellim në botë. Kosovës nuk i konvenon. Parakoshme, mos poku i konvenon lidhjes demokratike që në fakt është edhe blokuesi i gjithë procesit, se sikur lidhja demokratike e Kosovës të ishte e gatshme të punoj për vendin dhe institucionet, do të pranonte. Por ata ishin në trend në rritje, zot Reveliu. Trendi i tyre është në rritje. Me ra barra kryesore mandej të tretit. Do ta shohim. Do të më marri 2. E qartë, zot Reveliu shpërndajmë pak debatin. Por dikush kishte planifikuar, kishte supozuar dhe analizuar se në fakt edhe VV-ja do të dobësohej, në kuptimin që kur nis një parti politike të marrë të poshtë, ajo shkon sepse është trend. Në fund të fundit është trend dhe në një skenar potencial ku do të shkonim në zgjedhje të jashtëzakonshme, diaspora nuk do të kishte të drejtë vote. Këtu nuk e dim, kjo është hipotetike, po dishta me ndërlidh që duhet me pas parasysh sot në seancën e 4 që po mbahet për me konstituimin e kuvendit edhe zgjedhjen e kryetarit. Në rregull, qartë. E treta prej emrit, prej që është dhënë një emër, po e pesta në përgjithësi. I kemi 3 vota të nismës socialdemokrate që kanë qenë abstenim, nuk janë vota kundër dhe besoj që edhe kjo duhet me u pas parasysh se unë mendoj se është një farë sinjali për partinë e parë. Por është problemi tek Duda Baljes që në fund të fundit, sepse nisma në fund të fundit ka 3 deputet, i ka të plot fuqishme ato nga se nuk bëhet fjalë për vendet rezervuara, Duda Balje e ka pozitën me por mos me komentu si periudhë ku të mbetet shteti në duart të një deputete. Mos me komentu si periudhë pazarësh, po ta komentojmë si një periudhë ku duhet të bën marrëveshje dhe duke i pas parasysh edhe të kaluarën edhe rastet e tjera. Ndoshta është një farë periudhë edhe me këto lëvizjet, me propozimet edhe shtyrjet, po kërkohet edhe kohë që deri të arrihet një marrëveshje potencialisht edhe me Duda Baljen ose edhe deputetët e tjerë. Mundet me pas kemi pas raste. Por gjua që ka përdorur Haradinaj ndaj Limajt, ka një histori prapa Liridon? Cila është ajo e grupit parlamentar të nismës dikur? Po, për shembull, me që po pyet kështu, e kemi një rast kur ka pas aderime, Haxhi Shala, deputeti, ka pas aderu nga nisma socialdemokrate në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, po me u kthyer të kaluamën ka pas edhe raste të tjera kur deputet ose nga partia në parti kanë lëviz ose fillimisht e kanë përdorur si një taktikë dorëheqjen ose kalimin si deputet i pavarur dhe mandej aderimin në parti politike, kujtoj ka qenë Donika Kadaj Bujupi. E para nështë që duhet me përmend është deputetja e PDK-s që prej grupit parlamentar të PDK-s kalon në vetëvendosje, Adelina Grainca, më duket ka qenë rasti i zgjedhjes i votimit të
presidentes, E cila shihet mandej këta hynë me Donika Putin Kadaj bashkë. Bujupi, ka qenë Blerim Shala, sa më kujtohet, ka pas kësi lëvizje. Ka pas afate transferit, kështu, Deputeti tek ekipet e futbollit. Ish zëvend kryeministri. Po, ka një lajm në fakt që me që se kemi dy prej kolegëve tonë këtu në studi, ka qenë një veprim i gazetarëve ndaj Kurtit. Në fakt e kanë bojkotuar, duke i vënë mikrofonët dhe aparatat. Jo vetëm zotin Kurti, po çdo politikan i cili është jo përgjegjës ndaj mediave, për shkak mos të harrojmë, krejt këta politikan kanë kaluar nëpër durë tona. Krejt këta politikan na i kim promovu. Zotin Kurti, unë e kom promovu, njoni pej tyne vjam une. Edhe krejt këtë elit politike që është. Protestat, aktivitetet, na ja kemi qitë të opinioni publik. Na një farform ja u kemi rritë që thënë popli ryben, imazhin, qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Edhe këta duhet me pas të pakten një tro ftyrë, edhe një gazetar, kur i del për para me një mikrofon, mjunal si njerë, edhe të ke fundi vishë mi thonë, s'kam koment ditën e mirë. E jo në këtë formë shku me njek, edhe pse unë jam kuna i kësaj, unë i kësha bo thirrje kolegëve të mi gazetar, mos i njek një vlla, leni, mos u merrni me ta, dikur kanë një lyp vetë. Dikur kanë një vetë. Mirë, në fakt, sondazhin vazhdojmë të mbajmë të hapur edhe për pak minuta, pra si pas jush cilat nga këto dy alternativa që kemi hapur në formë pyetje, janë zgjidhja në këtë situatë aktuale politike, ndryshimi i kandidatit për kryetar të kuvendit nga VV, apo edhe zgjedhje të reja. Kështu na duhet një mendim nga ju, vetëm edhe pak minuta mbajmë të hapur sondazhin. Nga Luli deshta edhe njerë të them të çështja e Duda Baljes. Luli? Ka lidhje për Duda këtu, është problema. Edhe unë mendoj ashtu si Florini, zotë Zesiri, se nuk bëhet fjalë për një deputet. Edhe në qoftë se Duda Balje, se bashku me Nismën, bëhen pjesë e koalicionit me vetëvendosjen, a më thoni mu jo se çfarë qeverie kemi. Kemi qeveri me 61 vota. Një i smuar, apo me grip, apo me një gjë shumë vogël, apo dhe vetëm një udhtim zyrtar nga një deputet, do të dështojnë seancat, se ne e dim se edhe opozita nuk është as konstruktive, pra nuk janë të përgjithshëm ndaj institucioneve, dhe çfarë na duhet një qeveri e tillë, një qeveri e numrave të vegjël. Mendoj se zgjedhja më mirë do të ishte, e kam potencuar edhe në intervistat e mëhershme, një qeveri gjithë përfshirëse, po në rastin e tillë, kur në çdo mënyrë Lidhja Demokratike nuk dëshiron të jetë pjesë e qeverisë, të paktën të kemi një koalicion në mes televizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike, duke respektuar gjithmonë votën e elektoratit shqiptar. Pra, ne e dim të gjithë se lëvizja vetëvendosje ka numrin më të madh të deputetëve dhe si e tillë takon edhe drejtimi i qeverisë. Pra, duhet të ulen, të jenë konstruktiv, të bashkëbisedojnë dhe të gjejnë rrugën e cila do ta ndihmojë Kosovën dhe do të E qartë, por mbase mund geopolitike. Por zotri Veliu, mbase mungon oferta e dur për LDK. Mbase mungon oferta e dur për LDK. Zgjedhjen e presidentit. Po, më falë Kron, si ishte pyetja? Jo, ideja është se mbase mungon oferta e dur. Ka kërku takim Partisë Parë që i ka dërgu ftesë, ka qenë LDK-ja, mirë po ata. Duke u nisur, zotri Zesa, sepse doja ta bëja këtë pyetje edhe paraprakisht. Nëse shikojmë trendet, të cilat janë duke ndodhur sfundit, nëse i referohemi sondazheve të zgjedhjeve të fundit, subjekti më i madh në vendin tonë, pra vetëvendosja, është në trend të rënjes. Dhe çfarë mendoni ju? Në qoftë se hipotetikisht futemi edhe në një proces të rizgjedhor, do të vazhdoj ky trend i rënjes dhe do të përkthejë ndryshë në vota, apo duke marrë parasysh situatat që po ndodhen aktualisht, mbase mund të ndryshojë? Gjam, Kran, për mu nuk është më rëndësi çka kalkulojnë partitë politike, për mu është më rëndësi që këto partitë politike nuk janë ka e shohin interesin e shtetit të parin. Dhe gjam, në të shkojnë zgjedhje, prapë në të vjen mandatari tjetër, ne nëse nuk kemi bashkëpunim për interes shtetit, kemi pas prap sfida. Se këtu do më thonë poluhet për i natë resë më dek djali që do të populli. Pikërisht të desha daj, shumë nuk ka interes shtetit. Për shembull që një kalkulim shumë thjesht. Nëse dje, zoti Kurti e kishë nru kandidatin për postin e kryetarit, Ramush Haradini ja kisha 5 deputet, edhe pa nismen i zgjedh kryetari i kuvendit. Edhe pa votat e nismes. Se i ka 5 deputet, 5 të 7 i mor, edhe 5, a kalon. Dhe nuk e di... Apo e sheni ju që këtu nuk është qëllimi i bamjes të institucionit kuvendit këtë rast zgjedhjes kryetarit, por është qëllimi i zhagitjes si proces.
për kalkulime tjera puro ego personalit një subjektit politik. Dhe nëse Albulena Haxhiu nuk është person unifikues. Mirë, mund të ketë arsye se ka sepse zotri Zesha dole shumë mirë. Puro ego personale politike. Ju referoheshe Albin Kurti. Pushtetit, po pushteti dhe ishtë nga shkak se pushteti, ndëgjam. Dhe a mund kjo lloj ego të krijoj unitet politik dhe qeveri të re? Edhe nëse PDK-a kishtë qenë vend të Albinit, edhe nëse LDK-a kishtë qenë vend të Albinit, nëse kishtë vepru njëjt, i njëjti qëndrim është për mu. Për shkak se unë i shoh njëjt partit politike, shtetin e shoh i tu. Pa tjetër, zotri Zesha, dhe pikërisht kur kemi të bëjmë me subjektin i cili ka fituar, po shoh dhe do analizën e për debate, apo den po thonë jo nuk i ka votat, dëgjam. I ka votat zoti Kurti nëse don me i bë votat. Për shkak se ti duhet për një çështje shumë thjesht në familje, po duhet me diskutu edhe me marrë raminin komplet për me boni zgjidhje. Dhe pikërisht në fakt, kur jemi tek analizat këone, ka pasur edhe të tjera analiza që sepse edhe vetë Gërvalla kishte deklaruar se ekziston rreziku që lista serbe ta votojë qeverinë Kurti dhe në fakt njohës të rrethanave politike druajnë se pikërisht kështu do të jetë situata që lista serbe mbase nuk do të votojë kryetarin, por qeverinë do e votojë. Veliu, me ty e kam. Po, okej. Jo, unë vetëm edhe një gjithë desha të shtoj në këtë pjesë qasjen e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje pas dështimit të seancave të një pas njëshme, është e pakuptim si një subjekt që është subjekt kryesor dhe pretendon të marrë qeverinë të dalë dhe të ankohet se opozita nuk po ja voton kryetarin e parlamentit. Pra, mundohen që të gjithë fajin për mos votimin e kryetarit të parlamentit, t'ja hedhin opozitës, ndërsa në anën tjetër pretendojnë të marrin pushtet. Si po mendojnë ata, pushteti me votat e opozitës nuk bëhet. Ata në momentin që i janë fut kësaj gjëje, duhet të sigurojnë votat për krye parlamentar. Për të kthyer te pyetja juaj rreth forcës serbe, unë mendoj se lista serbe do të votojë për ata që do i konvenojnë më së shumti, pasi një marrëveshje për koalicion nuk ka, me asnjërin palë. Paktën nga ajo që dim ne nuk ka. Nga ajo që shohim e dim ne, mirë po në një rast të tillë, kur ata nuk kanë një marrëveshje të tillë, unë jam i mendimit se ata do të votojnë kryeministrin dhe qeverinë që i konvenon më së shumti listës serbe, por edhe Serbisë e presidentit Vučić. Se ndërgjam, na kanë lodhur me qëtë listën serbe. Lista serbe është kategori kushtetuese e Republikës Kosovë. I ka të rezervuar me 10 vende në kuvend. Edhe nëse s'del hiç në zgjedhje, 9 i ka fituar. 10 vende i ka të rezervuar, 9 i ka marrë për shkak të Goran Rashićit. Nenad Rashićit. Dëgjam, lista serbe ka kalkuluar me krejt partit politike, edhe me këto që e kem pushtet sot. Do me thonë ka pas... Po marrë vlla, me këto jam dakordu për me kalu shumë ligje, besa dhe mes me votu rritjen e pensioneve për veteranët e UÇK-s. Lista vetëvendosje, subjekti politik, ka diskutu me ta. Na nuk jemi të jetu në hanë, Kosovë jem të jetu. Dëgjam, nuk mundet më dal asë një politikan Kosovë, mas lufte, ose në cilin do subjekt politik, ma patriot në thojza, po flasë për luft, nuk po flasë për politik, është çështje tjetër. Se Ramush Haradini nuk mundet me dashtë venin ma shumë, as Kosovën ma shumë, as une, as saj tjetër. Dhe ka qeni detyruar të bashkëpunoj. Zotnia e ka dëshmu, e ka bajt vllaun e vrom në shpinë që e vra Serbia në luftën. Si që ka dëshmuar dhe Fatmi Lima, i besoj. Sakt. Do më thonë tashti, dhe Ramushi kishte në ministrë të bujqësisë Rikalla në atë kohë. Do të thotë e ka dëshmuar. Ne po flasim se tek e fundit edhe ata e kanë njëllë. Si ta deputet listës serbe e kanë votu Vjosa Osmanin, me 2 votat Vjosa Osmanit, me deputetin që ka kaluar sot në grupin parlamentar të AK. Hala s'ka kalu. Nuk është i kalu. Adem Hoxha? Ja, s'ka kalu hala. Nuk ka kalu. Jo, nuk është zyrtare. Edhe tash ideja është çka janë këta që po na e bojnë këtë madhe bre. Ne nuk themi që është e madhe, është gjua që ka përdorur Kurti ndaj tyre, politika. Po Kurti ka fol gjua, apo i ka pasur deklarimi i fjalëve të tij, a është kjo kështu lidhje? Po veç një gjë, nëse lista serbe. Po zotri Veliu vetëm ta dëgjojmë zotri Zeshirin dhe kthehemi tek ju prap. Nëse potencialisht, siç u tha ditëve të fundit, nëse lista serbe e voton pabesisht lëvizjen vetëvendosje,
për me formu qeverin atër, këta nëse nuk e pranojnë ato, mundet me dhonë ndërheqje, shumë e thjeshtë Sakt, është. Nuk e pranojnë mandatin që ne jepni jo, shumë e thjeshtë. Zotri Florent, e cekët pak ma herët për bisedimet. Kërkojnë dje, Zotri Veliu, e cekët për bisedimet. Si ju do kjo deklarim, frigojmë se do të na votoj lista sërbe? A i bjen kjo përgatitje për votimin e tyre? A mund është ti me na listën sërbe me zërmës më të votu? Jo, nuk mund është me ndalë, po... A të voton lista sërbe pa një marrëveshje politike? është pyetja tjetër? A të voton lista sërbe pa një marrëveshje politike ku i ka interesat e vetën? Këto desha dalë. Po kupton. Pra kush po rreng këtë në këtë rast? Nikam, o ka shfrytëzohet bërë lista, kur i konvenon, e marrin listën sërbe. Kur si konvenon, e gjujnë e gushdojnë. Dhe gjam, na pa harrojmë një fakt. Kosova, si shtet, me të mirat e me të këqijat e sajna, o shtet unitar, o shtet i cili një farforme ka respekt edhe i respekton kategorit kushtetuese cilat janë për shembull edhe krejt komunitetet që jetojnë këtë vend, për shkak se mbi bazën e qasajna, sakrifit gjakut edhe munit që e kemi ba, jemi shliru edhe na e dim fort mirë që jemi shliru. Veç është edhe një fakt tjetër që kjo listë serbe ndoshta edhe vazhdon tjetë dhe besoj në direktivat e Milana Dojqiqit, një njeriu që e ka sulmu Republikën dhe lufton në çdo sekondë veprimtaristi. Nëse menoni që lista serbe i beson Albin Kurtit ma shumë si Radojqiqit e këtij presidentit, atëherë gabim e keni. Ata me zemër e me shpirt, ta në herët kanë më konë më Serbinë se ata e në Serb. Mirë, në fakt ka qenë edhe analisti Ramabaj, cili ka supozuar dhe ka thënë se ka pasur një takim edhe apo një telefonat me Zutabalis dhe Radojqiqit. Çka ka thonë? Unë që dëgjom politik, bro, është kjo këta flasin e mërveti. Pa Mimoza Kosarja ka folë me Radojqiqin. Ku ka qenë zoti Ramabaja? Që kam respekt, e kam mik zotin Ramabajan, po që tu ja pas ka huqë. Apo tonë, në politik, gjithë shka brezijet në politik, po na duhet me pas një sen, nuk e kom problemin me listën serbe. Unë e kom problemin me shqiptarë. Bëjmë politik me Radojqiqin kër e kërkon shteti. Nikam, tashti shteti... Ai nuk është asë në pozitë zyrtare që na me bo politik me ta. Në base me vazalët e ti, do të bisedojmë. Një pyetje po ta bëj, tashti. Ti ki 9 deputet listës serbe. Apo menon që ata s'komunikojnë me Radojqiqin? Jo, ata komunikojnë, po komunikimi me një person i cili e ka cënuar teritorin e Kosovës në çfarë do forme, është shumë fyes për krejt popullin e Kosovës. Sakt. Po tash çka kemi po? Një komunikim me Radojqiqin ke pasur edhe udhëheqjen e grupës parlamentare të lëvizjes vetëvendosje, zonin Kusari. Dhe unë për të vazhduar dhe që desha të them më herët, pajtohem plotësisht me atë që e tha dhe Kruni, se pakicat sërbe janë pjesë e Kosovës. Pakicat sërbe me kushtetut kanë të garantuar jo vetëm 10 vende në parlament, por kanë të garantuar edhe pjesëmarrjen e tyre në qeveri. Dhe nuk do të ishte asgjë e keqe në qoftë se kemi një marrëveshje edhe televizjes vetëvendosje me listën srpska. Mirë, po një marrëveshje e cila do të jetë e hapur dhe jo të luajmë të bëjmë lojrat e tilla. Por Luli, apo do të ishte më e mençur të bëjmë marrëveshje mes partive shqiptare dhe të lihej roli jashtë, a? Bravo. Se nëse duam kaq shumë vendin tonë dhe kaq shumë s'po e duan listën serbe, pse nuk bëhen bashkë të gjitha partitë, qoftë ato opozitë, të mos japin rolin apo peshën e madhe politike listës serbe? Atë mua që sa as Zutabalis. Në vazhdimësi, por pikërisht është kjo që unë kam kërkuar në vazhdimësi që një koalicion në mes të partive politike shqiptare do t'i bënte edhe ata pjesë të qeverisë me atë sa ju takon në kushtetut, mirë për nuk do t'i vinte hapësirë zonjës Bala që të dalë dhe të kushtëzoj me krijimin e komunave në Kosovë. Po pikërisht për shkak të gabimeve, ne të gjithë dim se partitë politike shqiptare kohë më parë kanë pritur me orë të tëra në parlament derisa është lista sërbe nga konsultimet me Vučićin për ta votuar qeverit para Kurtit ose para lëvizjes vetëvendosje. Një marrëveshje e hapur me të gjitha subjektet që janë pjesë e Kosovës nuk ka gjë të keqe. Mirë po, marrëveshjet e tilla të fshehta dhe lojrat se mas ata po na votojnë, këto janë të turpshme, këto janë të papranueshme dhe si të tilla duhet i klasifikojmë në asnjë mënyrë tjetër jo. Mirë, Veliu. Florent, se jemi drejt fundit. Dëgjom, është në interes të shtetit të ketë unifikim për hir të shtetit Kosovës. Subjekteve politike pa dallim shqiptare po flas. Dëgjom, mos të kalkulohet për interesa personale se dikur s'kan një vyft kur gjë. Postet kanë me shku e kanë me ardhur, po dami
në interes shtetit Kosovës është i madhë. Kosova nuk është në situatën si shtet me pas këso matematikave të poshtra, këso i natëve puro politike e kësi cirkusave në kuvend për ego e puro personale. Dhe gjëmë, pozitat kanë me shku. Kosova ku po metë? Qka po ndodhë? Na po shojmë qëfar rëthonave jemi. Duhet me gjithë një zgjidhje, duhet me unifiku, edhe duhet me u zgjidhë dhe me kriju sa me parë institucionet e vendit. Me qartë. Për shkak se Kosova po rrezikon më rëshit, ka një situatë jo e mirë. Se rrethonat janë qasisoj. Bota nuk është ka jeton normal, e lemo shtetet e vogla që shemna. Sak, dhe një situatë pa institucione. Krejt shkurt, për fund. Shqiptar duhet më unifiku, për shkak se mos t'him kalkulime tani jo lista serbe, jo lista serbe. Shqiptarët e kanë shumicën, mujnë me bo kur dojnë shumicën. Dhe mos t'japin peshën që ka lista serbe. Për shkak se kjo pi bjen, oshteron me thonë, po kjo pi bjen që shqiptarët që në ka din me bo shtet. S'po din me ma qëtet. Mirë, Liridua, në fakt, nëse kjo situatë nga përsëritet shumë shpesh, pra si pas ligjit të ri për formimin e institucioneve, kuvendi konsiderohet i konstituar deri në momentin kur zgjidhet te kryetari i kuvendit, kjo situatë mund të përsëritet çdo 48 orë. Por nëse shihet se ka një ngërç, ka një vendosmëri të vetvendosis për mos ta ndruar agjion, a do ta ndryshojë më përpara vetvendosja kandidatin apo opozita e dikurshme, sepse tash pothuajse numrat janë të barabartë, do të lodhe dhe do ta votojë agjion? Nuk e di, nuk e di me u përgjigj. Apo mund të kemi një hipotetike, po besoj që këtu duhet me ndërhy presidentja? A, Floren? Dhe gjam, sot na e patë më dhe një deklarim të liderit PDK-s. Tha s'kem nevoj me prit 24 orë, letën rën emnin e kandidatit, ne jem të gatshëm nesër mja votu. Do më thonë tash dule dhe PDK-ja që është e gatshme me votu një kandidat tjetër dhe vetëvendosis për kryetar të kuvendit. Ta shpeshojmë që ka pëndodhë. Nuk ka nevoj me prit 28 orë. Por a duhet kjo kandidat të jetë vetëm nga radhët e VV-s, apo mund të jetë... Duhet nga radhët e vetëvendosis njerëzit partit ta kanë. Duhet me propozu vetëvendosja. Mund të jetë edhe një emër tjetër që nuk është që në praktikën tonë s'ka qenë. Sakt. Mirë, faleminderit shumë Veliu, faleminderit shumë Liridon, faleminderit shumë Florent për gjithë analizat që kemi bërë. Le të shohim se çka ndodh në fakt të premten, në orë 10 është thirrur edhe seanca ratës. Por për fund patjetër kemi edhe një sondazh që do ta shfaqim për të gjithë ata që po na përcjellin live dhe normalisht. Për ata që po na përcjellin sonte prej orës 22 munden me pa dokumentarin në mak e erta e sektorit të dritave. Kështu e kemi titullu, përfshihet në një 40 minutë i gjithë sektori energjetik. Po, pa tjetër. A kish pas hajni? Urdhëro? A ka hajni atë mbrana? Ka diçka, po për ata që dojnë me pa, i ftojmë sonte në orën 22 dhe ka shumë detaje, ka shumë elemente. Dhe në fakt të faleminderit shumë sepse kisha në mendje për ta kujtuar për njerëzit që na shohin live, pra sot në emisionin investigativ dokumentaresh që vjen mat ku pjesë e saj është dhe Liridon Zeqiri, natyrisht është kjo temë të cilën sapo e paralajmëroi edhe Liridoni, ndërkohë 50 o ka loja. Ka loja. Është zgjidhja e situatës aktuale politike në Kosovë, ndryshimi i kandidatit 50%, zgjedhje të reja 50%. Ka loja. Nuk kemi kohë për ta hapur sërish dhe mbasi për ta bërë diferencën për ata që na shohin, por megjithatë, kjo është puna, kjo është reflektimi i shikuesve. Faleminderit jam, knaci. Është shumë knaci të jemi me kolegë tonë në studio dhe me zotri Veliu. Në vazhdim do të shkëputemi me pak marketinge, do të rikthehemi, do të flasim për detajet më të reja të ngjarjes së cila tronditi vendin tonë. Vrasja e rështerit Lika. Shihemi pas pak.